dhe Gjurë Kajqena, lindur në Pej të vitit 1951, shkollimin fillor dhe të mesëm e përfundoi në Pej. Shkollën e lartë Dega e Ktrimit në klasën e profesorit Popiç e përfundoi më vitin 1970. Në vitin 1972 u punësua në teatrin krahinor të Prishtinës. Nga viti 72 deri në vitin 1976 e punësuar në teatrin e qytetit të Prizrenit, kurse nga viti 1980-2015 e punësuar në teatrin kombëtar të Kosovës në Prishtinë. Ka realizuar mbi 60 role në teatr, film, televizion e radio. Bashkëpunëtore e disa teatrove të Kosovës, si ai Pejës, Ferizajt, Teatrit Oda, Skenën e pavarur Kamertale Kabaret Prishtina e tjerë. Gjatë eksilit në Maqedoni, filloi bashkëpunimin me organizatën jo qeveritare Motra Qiriazi, si dhe antare e organizatës jo qeveritare Pranë Fëmijëve, ku ka zhvilluar ora ktrimi me fëmijët e traumatizuar dhe të marginalizuar. Ndër rolet më të spëkatura vlen të përmendet Amalia në regji të Muarem Qenës, Laura te babai, Dukesha te Krikardi i tret, 14 vjeç dhëndër në rolin e Tanës, Pinokio dhe Llamba e Alajdinit. Bashkëpunëtore e rregullt në televizionet lokale, në seriale televizive, TV-dramën e parë televizive Miu në xhep të Hivzi Sulejmanit, Vjeshtë e zymë të profesor Nexhatit, Kësurkuqja, 36 shkronja, Qyteti i Palum, Kombinati. U paraqit dhe në shumë drama televizive dhe video projekte. Jeta e një toke, Hakmarja, Zogjtë e luftës. Luajti dhe në filma të metrazhit të shkurtë dhe të gjatë, Kur shpirti ndron jetë, Anatema, Ma jep dorën, Vetëm një rrugë, Kukumi, Kodi i jetës. Për punën dhe suksesin e saj flasin dhe shumë shpërblime me të cilët u shpërblye mirënjohje të ndara për punë, falëndërime për pjesëmarrje, ndër të cilët vlen të përmendet çmimi për kreacion artistik, Festivali i Teatrove në Gjilan të vitit 2000, çmimi i parë Hynesha në Fron në regjit Adem Nikullovcit, medalje presidenciale e meritave, ku Iqbal e Gjurë Kajqena vazhdon të jetë aktive në profesionin e saj me angazhime të shumta. Kjo atmosferë më kthen në vitin 1967, kur unë, si vajzë e re, vi për herë të parë në Prishtinë dhe në teatrin e Prishtinës. Dhe pikërisht ajo ditë e parë e zbarkimit tim me bagazh para teatrit, pastaj në foajon e teatrit dhe takimin me ish drejtorin, tani të ndjerë, me Azem Shkrelin, i cili në fakt është edhe themelus i shkollës së lartë, studios së dramës e pastaj të shkollës së lartë të aktrimit, Dega e Aktrimit. Në klasë, unë isha ma e reja. Isha vetëm 16 vjeçare, fëmijë ende. Shokët edhe kolegja Safetja ishte pak më në moshë, edhe mu më morën si një glodër në fakt, si një fëmijë, që ashtu dhe unë isha, po
me shumë sinqeritet, me shumë dashamirësi, e kemi ndihmu shumë njëri tjetrin, edhe ishim bursista, dhe kemi nda edhe dhomën e kemi nda së bashku, e kemi nda edhe ushqimin, kemi hangër për një pjate, 3-4 vetë, lojën e kemi bërë së bashku, edhe mas ligjeratave, edhe në kinema, edhe shfaqje tjera të përbashkëta, çdo punë kemi qenë së bashku. Të them, jemi gjenerat me fat, që kem pas profesora shumë të përzgjedhur, të një nivelit më të lartë. E bukura e krejt ishte që kishim Anton Qetën, kishim Gani Lubotenin, kishim shumë profesor nga Akademia e Beogradit edhe Novi Sadit që vishin si mysafir. Është e bukura që ne kemi qenë klasa e parë që faktikisht kemi jetu në teatr, ligjëratat kemi majtë në teatr, e kemi pas shumë të afërt edhe skenën, edhe bifeun e teatrit, edhe qendra e Prishtinës ishte pikrisht të teatri, kem pas frekventim të gjithë strukturës intelektuale, që ka dhënë shumë edhe ndikim ka pas shumë edhe të gjithë ne, si gjenerate 68-ës, kur është në ngjallja kombëtare e përgjithshme, sidomos në Kosovë, kem qenë të prirur faktikisht nga dëshira, nga etja për liri, për gjuhën tonë, për kombin, kemi qenë pothuajse tërë grupi të angazhuar, edhe në demonstrata, edhe në protesta, mos flas edhe për kolegë tjerë, por si grup kemi qenë, më kujtohet fort mirë 68-ën, kur ka qenë i burgosur njëri prej djemve të aktorëve tonë, djali Ragip Logjës, sa i kishin lëshu nga burgu, edhe ne krejt klasa, në mesin e tyre. Safetja na printe, se Safetja ishte pak ma aktive dhe ma e pjekne, na i shkushim atë për si fëmi, diçka po ndodh, diçka po ngjallë, diçka po me Selimin ku kemi shku në banesë Ragipit me taku djalin e Ragipit. Do të prej aty janë ato burimet faktikisht, rrjedhët e para të patriotizmit. Sidomos kur je i ndrydhun, ke nevojë për një liri, ke nevojë për diçka, e din që diçka po të mungon në frymim, atë lufton për atë. Si 68-ën për herë të parë poezan Flamuri kur është vu në Kosovë, në shtëpia tona, unë e maj mend sa lufta ka qenë për një flamur, kur një familjari joni ka pas dashme, në është dasht me shku më shefur, azi me më shef flamurin në për dasmor, për me vu flamurin në një shtëpi, ku e kemi marrë nusën, edhe pastaj fshehur azi me pru flamurin me vu në shtëpi ku është dhëndri. Kur krejt policia, milicia e atërshme, në gjdo cept ka përndjek faktikisht, edhe me faktin që unë një muaj e gjysmë në ndërkohë, isha vetëm 16 vjeçare, vitin e 2 të shkollës mesme, është dash një delegacion i tërë me ardhë, me lutë babajnë dhe familjarët e mi, për me më lëshu, se unë isha antare e teatrit amator në Pej, edhe kishin rekomandu regjisorët edhe kolegët e teatrit, po nuk e disha çka është teatri profesional. Është dash me ardhë një delegacion i tërë, me drejtor, me sekretar, me të ndjerin Ragip Logjën, kishim një aktor të Pejës, që është dash me bisedu me babën, me dash me bisedu me agjallar, nëse familje madhe, edhe për me bindë babën, me më lëshu, me ardhë në Prishtinë, si ishte gjenerata e parë, themelimi i shkollës lartë. Fatmirësisht unë e kam pas vllaun që më ka përkrah shumë, edhe pikërisht ndjeri Ragip Logja ka qenë shok i afërt me babën, e bindë babën tim për me më lëshu, me më thonë leje për me u regjistru. Se nuk kisha njerëz përken se kisha në Prishtinë. Unë e kam pas një rrugë më të lehtë të
pranimit në akademi, në shkollë, se e kisha një përvojë të vogël artistike në teatrin e Pejës, pastaj edhe ishte mungesë e femrave. Me vetë faktin provimit pranues kur e kam dhënë, më është dashur me dhënë pari provime plotësuese për shkollën e mesme, pastaj më është dhënë mundësia me dhënë provimin pranues. Kanë qenë disa rregulla shumë strikte, pa marrë parasysh që ishte nevoja për përtrirjen e ansamblit të teatrit krajinor atëherë. Teatri krajinor ka pas një trup të jashtëzakonshme, të cilët na i kanë trasu në fakt neve rrugën, e kemi gjetë një rrugë të trasume të aktrimit, edhe neve vetëm është dashur me vazhdu atë makadam të trasimit të rrugës, me shtru ngadal, të them në asfalt. Kështu që aktorët të tashi i kanë rrugën e trasume, e kanë shumë ma lehtë, edhe me performu, edhe me lujt, edhe janë rrethana shumë të favorshme në krahasim me paraardhësit e gjeneratës paranesh, edhe me ne. Ne është dashur shumë mund, është dashur shumë me u përgatit, ka qenë përzgjedhja bukur e madhe, sidomos te mashkuj, se ke pas formate të ndryshme. Edhe ka qenë më e vështirë për me përmbush pikërisht ansamblin e teatrit me figura, me aktor të ri, të cilë i nevojiten atij ansambli. Kështu që ma merr mendja, sidomos nga Maqedonia, nga Malizi, kam pas pak ma vështirë edhe përputhjen me kërkesa edhe me rrethanat të Kosovës. Pikrisht kemi udhëtu, po, kanë qenë kohra që dhash në gjitha qytete, faktikisht turne kem pas, në përfshatra ma tepër, në qytete, po kryesisht në përfshatra, se misioni i teatrit edhe është faktikisht në ngritja dhe zgjimi i kulturës, aty ku nuk më rrinte gazeta, apo ku nuk më rrinte radioja. Televizori ishte ende, me mbulesë. Po them, gjatë gjithë rrugtimit, rini, me nëziprit që me u kry shfaqja, me dalme, me hulumtu ku jemi, s'ka jemi. Në një rast të mpej, kur kem qenë, unë kom pas një liri në familje që kom ujtë mi qua dhe shokët dhe shoqet, kështu që më kujtohet kemi shku edhe te familja ime, normal me shumë simpati me na kam prit, po në çdo qytet, në çdo asi, kemi hulumtu. Edhe jemi knaq me pak, ne jemi artista, knaqe me duar trokitje, lene mo me diçka tjetër. Si studenta ishim bursista, ndajshim ushqimin, ndajshim bashkë. Unë si femën, kurse isha pak ma tepër, djem të harxheshin besa, unë them me aktin e lindjes në takon e drejta. Ndoshta kom pas fatin që në familje gjithmonë kam pas një përkrahje dhe si vajzë. Megjithëse unë kam luftu për të drejtat e mia me djem. Kam vrapu, gjithmonë kam vrapu e para, kam dalë, më thoshte djali Haxhis, ti je ma e vogël, nuk bën para meje. Po unë jam ma e shpejt. Do të thotë, kam pas një ego të tillë që mu më takon e drejta. Bile ashtu kom mendusur, e kom pas ashtu mendimin në familje. Në atë kohë, sidomos ku ka shumë vajza, e ku ka varfëri, që duhet një kulaq me unda, po zakonisht ju ka nda kulaqi pak më i madh djalit, se është dash me pas forcë. Vajza ka qenë gjithmonë ma e tërhjekun, ose si motër, edhe nëse ke marrë kulaqin e njëjtë, e ke ndaja, ke dhënë edhe vllaut. Ishte ajo ndjesia e motrës ndaj vllaut. Ka qenë shumë vështirë,
e sidomos me luftu për me shkollu vajzat. Arti e ka një fat faktikisht që do të përzgjedhësh. Apo do në karierë, apo do në familje, apo do në edhe karierë dhe familje. Unë sot edhe kësaj dite në këtë mosh, edhe kur reci, vrapoj, më thonë, më ka da qka po, më ka mbet, sidomos kur janë dy të angazhuar, që është dash me mri një edukim në familje, fëmijë, edhe sakrificë shumë e madhe, për me mbijetu, se ishte faktikisht mbijetesë. Gjëna që aktorët kur nuk jënë pagua që sa e kanë meritu. Po, kur dishim në skenë ato dorë trokitje apo qatë shpaqës, kur mërshim dorë trokitje, harron të në gjdo pages, harron në gjdo gjë, e ke të mban ajo dorë trokitje, të mban skenat, të ngrit nalë, ke ndjenjen që ke arrit yjet, edhe jeton me atë andër që është bëma në fund realitet. Arti ka evolu shumë nga fillimet tona. Në kohën tonë, aktor ke pas ngishte, por është dash me punu shumë ma tepër edhe me qenë shumë ma kreativ se tash. Është dash me qenë vetë. Nuk e pas internet, nuk e pas informata përveç në libra. Dhe në të çdo informat, është dash me lexuar, ripërpunu, për me arrit thelbin. Filmi, po ashtu teknika e ka bat vetën. Puna në film ka qenë pak ma strikte, se edhe materialin e ke pas të kufizun, dhe në të është dash me mësu, 2-3 këthime edhe ma u kry, po ashtu edhe televizioni. Kur ka fillu televizioni Prishtinës, nga ka ndodhë gjatë gjirimeve, ka kris një po që është dash me prit në Shkupës e në Beograd, me shku me marë, apo është hargju kaseta, është dash me prit ndoshta edhe 24 orë, për me vazhdu aty ku ke mbet. Tash teknika e ka bat vetën, e kanë shumë marrë lehtë. Kthehen, e shef punën gjatë punës, e shef edhe vetën, i bën korrigjimet, kështu që ka qenë ma autentike, ma shpirtnore përpara. Tash e bukura aktricë, kësaj kemi vërtet aktore të mrekullueshëm. Na mungon kritika e teatrit, na mungon, kemi edhe regjisor, kemi nevojë ala për regjisor edhe më të mirë, na mungon shumë dramaturgjia. Përkundër që kemi shumë tema, dramaturgët nuk thellohen shumë në një historie, në një ngjarje, por shka përderdhën. Në të t'i prekin shumë tema si përfaqësore. Aty, për mendimin tim, aty në mungon dramaturgjia në mungon shumë, edhe kritika e teatrit në mungon shumë. Po them, përpara ka qenë kreativiteti, originaliteti i regjisorit, i aktorit, i gjithve në maksimum. Interneti e ka bat vetën, po marrin copëza shkputje për një shfaqje për tjetrën, po bëjnë një harnim. Sa është i suksesshëm, ndonjëherë edhe ai harnimi po kalohet mirë, po përputet, ndonjëherë po shifen ato shkputje, qarje, edhe sa është e bukur ai kohës. Unë, mu si personalisht, më mungon klasike. Kam dëshirë me pa një shfaqje, që ka thonë njeni, prej taksistave, kur i kam pyet, çdo herë kishte një prej aktorëve dhe çdo herë ka pas biletën të pagune për çdo shfaqje premier. Kur fillojnë
eksperimentet, biletën nuk po vjen taksisti. Po takon aktori, thot, nuk erdhen premier. Kam falë. Unë jam super, kur të hap derën, me ndi atë krismën e derës. Me hap dritaren, që të dur të ndritaren, me shiku kështu. Tash, nuk e di prej nga po hynë, ku po dalin, ku erdhen, ka shkun, nuk po mujnë e për cjellë, po të këtë stilin e rritë shfaqeve, edhe po mungon klasika. Normal, performansat mrekullueshme po bajnë, aktor po performojnë mirë, po këndojnë mirë, me lëvizje skenike me gjithat, se ne kem pas lëvizje skenike, lande veçantë, po janë shumë të kompletum, cili maj mirë se tjetri, po kur po derë prej shfaqjes, pa është mirë diçka, po nuk e diçka shiko. Ajo është që po të mungon. Fjala, porosia, mesazhi i shfaqjes, mesazhi i tekstit, që kur derë të shtin me mendu. Jo me mendu çka ishte ato efektet skenike, mirë kënë, po nuk mungulit diçka në kohë. Teatrit i mungon fjala dhe mesazhi, porosia e shfaqjes, e tekstit e mesazhit. Oj han, dukun këtë natë, shoqëronë vetëmi, se të gjithë më kanë lënë, po zemra më rënkon për dashni që mos kam. Shoqëronë vetëmi, se të gjithë më kanë lënë, o zemra më rënkon për dashni që mos kam. Dukoj hanë dhe shkëlqe, vetëmi tare si unë je, unë rri me këngë ti me dritë, ondjenja tona i kanë grabit. Unë rri me këngë ti me dritë, ondjenja tona i kanë grabit. Oj han, oj këngë, oj not, i vetë mungun ne jam, po nata, në shtjel vetëm gjithësi, asku nuk shkëndim. Dhe yll me më shoqnu, kanë lanë, më kanë bratis që më kanë dashunu. Asku nuk shkëndim. Dhe yll me më shoqnu, më kanë lanë, më kanë bratis që më kanë dashunu. Shive të lartë mbire, vetëm kënga mu më nje, i vetë mund me brenga të mba, shkojnë në haresë si s'të gja. I vetë mund me brenga të mba, shkojnë në haresë si s'të gja. Oj han, oj këngë,